Unë po mundohem të shmangin, po s'kam si iki kësaj pune. Zoti Arifi, pavarësisht se deklaron që unë jam nxënës i Ragmi Mustafës. Unë e di që kam një diferencë moshe gjatë të madhe me Ragmi Mustafën. Dhe ai ka qenë profesor në gjimnazin Skënderbeu dhe ka përcjell shumë gjenerata ku kanë qenë nxënës të ty. Kështu që unë s'kam qenë nxënës, po edhe për të isha s'ka ndonjë të keqe. Vetëm unë do t'i thoja Zoti Arifi që Zoti Arifi është një kopje e Ragmi Mustafës. Si mendon? Në kuptimin e thon kopje. Unë shpesh herë deklaroj edhe etiketet kur i bëj. Për mua është Shqipëri Mustafa. Është i njëjti person që para 4 vite doli dhe na deklaroi duke entuziazmu masat që do sjell fabrikë. Merjani pllakat, mos ja jepni votat. Merjani banderat, mos ja jepni votat. Merjani ogradët, mos ja jepni votat. Çka po shohim këtu? Pllaka, bandera, domethënë është një kopje e Ragmi Mustafës. Unë duke qenë se e njoh nga afër Zoti Arifi, e theksoj qartë që ai është një kopjac i mirë. Dhe nëse ka dikush që e ka kopjuar Ragmi Mustafën, më shumë se kushdo tjetër është Shqipërim Mustafa.